Po, që ta qartësojmë, ky plani individual në shumë shkolla, sidomos private, funksionon edhe tek fëmijët të cilët nuk kanë ndonjë nevojë të veçantë, po kanë një ngecje në matematikë. Janë të mirë në të gjitha lanë, edhe unë e di në disa shkolla bëhet orë shtesë, punohet me qatë fëmijë në qatë lanë, edhe nuk është diçka me e marrë gjithmonë keq, që tha dhe Visari se e marrin para gjykimin për bazë ma shumë se përfitimin. Realisht plani individual bëhet vetëm për nxënësit që janë me nevojat veçanta. Për nxënësit që kanë vështirësinë të nxënë, si tha disleksia, Visari, disleksia, disgrafia dhe diskalkulia, bëhet me sim plotësues. Me sim plotësues. Që është me udhëzim Po, administrativ. vetë të barazojmë që edhe ata fëmijë mund të kenë diçka shtesë. Shpjegu kjo pjesë, domthonë mësimi plotësues bëhet për nxënësit që kanë vështirësinë të nxënë, mësimi shtrues është për fëmijët që kanë talent, ndërsa plani individual i arsimit është vetëm për fëmijët që kanë nevojat veçanta, pa u identifiku, prandaj edhe në praktikë kemi vështirësi sepse shumë komuna nuk e kanë funksionalizu ekipin komunal për vlerësim pedagogjik dhe në mungesë të një vendimi nga kjo ekip, që fatkeqësisht shumë komuna nuk funksionon kjo ekip, mësimdhënësi nuk mund të merr asnjë hap sepse nuk mund të bëjë një plan individual. Përkundër që e shet çdo ditë që fëmia po ka vështirësi në përcjelljen e plan programit të rregullt. Pra, në momentin që një nxënës nuk mund ta përcjell plan programin e rregullt dhe mbetet mbrapa, atë bëhet vlerësimi. Dhe për atij vlerësimit përcaktohet nëse fëmia duhet të ketë plan individual apo jo.